Kjo shtëpia është e cila është konë atëherë që ka filluar mësimi shtëpi shkolla, 1991 deri në vitin 1999, domthonë është kur është kollë. Për me një orë kështu në letra kena marrë shumë, mirë po për mbështetje deri më sot asgjë zero. Pa konfezim, kur far konfezimi as pe qeverisë, as pe komunës nuk kam. Verës kemi shumë vizitorë, shumë. Kjo është një foto e cila vitet e para ka qenë lënda informatikës e cila është më mësim vetëm me shkrim. Pikësore faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë me orë me vizitu këtë shtëpi në shkollë. Ne jem familja e Mehmet Aliut Hertica. Unë jam vajza e Mehmet Aliu Hertica edhe kjo është një shtëpi e cila është ndërtuar viteve 82-ën, 3-ën mos gabofsha. Edhe e ka një histori edhe një bagazh mjaft të madh, e cila është një histori që ka triumfu përballë okupatorit serb. Edhe ne si familje jemi krenar që kemi kontribu edhe e kemi pasur nderin me lshu këtë shtëpi shkollë për nxënësa. Po, kjo shtëpia është e cila është konë atëherë që ka filluar mësimi shtëpi shkolla, pe viteve 1991 deri në vitin 1999 dhe kjo është konstrukt tash që shihni edhe kështu live. Domthonë është kur është kollë. Na kemi jetu mbas kësaj shtëpisë shkollë, kemi jetu një shtëpi katrore, kemi qenë 18 antar familje, sepse kemi jetu edhe me axhin edhe me tezën, sepse kanë të martuar 2 motra për 2 vllazni. Dhe kështu kena qenë një familje 18 antarëshe. Kjo shtëpi shkollë filloi më ndërtu për me jetu na, edhe 2 javë para se me përfundu, domthonë ishim tu mobilu e katin e parë, edhe në atë viteve 90-ta filloi ai përzonja nxënësave prej shtëpi shkolla për shkak të mospranimit plan programeve të serbisë. Edhe kështu në atë pjesë ka bërë edhe vllavi, motra, edhe kështu që erdhën te shtëpia dhe treguan që domthonë i kanë përzonë okupatori serb për shkak të mospranimit planit serbisë prej shkollës. Domthonë humbi ajo shpresa atyneve mira nxënësave për më ecë përpara me tutje dhe kështu që një mbrëmje baba na mblodhi si familje dhe tha jo, unë kam vendosur me lshu këtë shtëpi shkollë për shkak se me viju nxënësat ato ndrën e vetë. Dhe domthonë për neve si familje na u dok pak absurde për shkak se na se dishëm çish po shkon edhe mësimi i shkollës dhe kishëm i mobilu edhe dhomat tona secili edhe kështu që domthonë nave që ndërprejtëm aton edhe filluam i blejtëm kauça, blejtëm synxhera, njerë për njerë ashtu ishte situata edhe për me kqyr deri sa ku po shkojnë, edhe për shkak se ishte shumë rrezik sepse kish sidomos këtë pjesë këtë ku është lagja jonë ka qenë një ndër lagjet më të rrezikshme sepse ka qenë lagje e cila ka bërë shumë demonstrata, shumë protesta dhe kështu që ka qenë një lagje jashtëzakonisht e rrezikshme edhe ka qenë edhe e njohshme për ato demonstrata e protesta kundër okupatorit serb. Viteve 90-ta filloi implementimi mbledhjet dhe qysh me mbajtë mësimi në për shtëpi shkolla dhe përveç babës dhe axhës që e lshun shtëpinë shkollë fati ishte i shkollës Sami Ferrashri, gjithashtu edhe axha tjetër Indiri ka qenë më i madhi pe vllaznive të babës, Haxhi Mos Hertica edhe kushëriri Haxhi Hamdi Hertica, edhe ata vendosën për me lshu edhe ata shtëpitë e tyre shkollë, edhe një pjesë ka mësuar te axha Indir Haxhi Mos Hertica dhe një pjesë tjetër kanë mësuar te Haxhi Hamdi Hertica, domthonë shkolla ekonomike. Po këtë në shtëpinë tonë komplet është vendosë shkolla e gjimnazit. Domthonë 12 dhoma kanë qenë klasë të shndrume, ka qenë dhoma e arhivës ditarave, diftesave, ka qenë dhoma e kpucave, ka qenë edhe ka pas edhe një bibliotekë dhe ka qenë edhe dhoma e kompjuterave të informatikës. Domthonë kanë qenë edhe banjët, banja ka qenë kjo pjesë ka qenë e profesorave sepse ka qenë me 2 hymje, domthonë hymja e anej ka qenë e nxënësave, kjo hymje ka qenë e profesorave, domthonë ka qenë ndonë tamam sikur në shkollë. Edhe ta e ke vazhduar në altë katin e 2 edhe 3. Si ka më parë, nuk ka qenë e lehtë sepse nuk e kemi ditur çish po vijon
procesin mësimor dhe na kena fillu me nefës 1 muj, 2 muj, 3 muj, edhe kështu që vërtet është se fillimet e vitit kena pas shumë presion, kena pas pasiguri, ka qenë një rrezik i madh sepse ka qenë jashtëzakonisht një gjendje që më thonë sikur luftës edhe ka qenë zonca shumë se llogaritë dikon 600 zonca brenda ditës, kanë vijuar 2 shkollat edhe para ditës dhe mas ditës domthonë ka qenë 2 ndrime, kam punu sikur sot që janë në shkollat e shtetit, domthonë prej orës 7:30 deri në ora 6:30, domthonë ndrimi i dytë ka qenë përfundimi. Fillimi nuk ka qenë i lehtë sepse edhe në zoncat udhëtimi tyne nuk ka qenë i lehtë. Gjithashtu edhe i profesorëve, sepse në atë kohë mbetën edhe librat në shkollë, domthonë u shkatruan krejt edhe domthonë rrugtimi i lehtë viteve të para nuk ka qenë, sepse është dashur me pas librat edhe profesorat është dashur me udhëtue, nuk ka qenë edhe udhëtimi i lehtë. Unë shumë herë në intervista edhe sot pecike ata janë konë herojt e popullit edhe ata meritojnë shumë sepse sakrifica atyne nuk paguhet sepse vetëm 14 profesora janë ardhur dhe kur kanë ardhur prej 7:30 deri në ora 6:20 kanë dhënë mësim, edhe është dashur ata me pas edhe pak një përkraje për shkak se edhe financiarisht metën pa rroga dhe me ndajt 2-13 orë pa hongër, pa pi është kohën e pamundur dhe kështu që baba ka vendosur edhe i ka thonë jo s'keni nevojë me shku me rrezikue, me shku te shtëpia me hongër dhe bukë dhe morë dhe domon ata kena pas na edhe atë shtytjen atë që më thonë nderin që nona ka thonë unë ja bëj bukën edhe drekën edhe mëngjesin nuk është kurrë problemi. Domon na e kena pas unë për veti jam çun 6 orë kam përlu çanja edhe nona është çun 5 4 me çit pite me gurabia llokuma çështu çka është dash për profesora që me kur të vinë ata bile sidomos ta kenë edhe ushqimin edhe mos ta kenë menjen qysh me siguru me hongër edhe me shkue me rreziku veten. Nuk ka qenë i lehtë sepse edhe gjithashtu ka qenë edhe gjendja ekonomike edhe fillimeve të viteve prej vitit 1990 deri në 93, domthonë baba ka qenë ai i cili ka paguar 2 vite profesorët me rroga çdo muaj e kanë marrë rrogën edhe përpas rroga ka siguruar edhe drut edhe ja ka siguruar mielin edhe sidomos nona ja ka shtitur ushqit gjithmonë kur ka ardhur vakti të ushqive ka i kas 100 kg gjithë baba ja ka bledhe na domthonë ja kena dhënë profesorave për me vete, sidomos ka qenë një gjendje ekonomike jashtëzakonisht e madhe për profesorat derisa është formuar edhe tanaj fondacioni i diasporës. Mu më vjen shumë keq, është për keqardhje sepse për minjorje kështu letra kena marrë shumë, mirë po për mbështetje deri më sot asgjë zero. Edhe kështu që na jemi definitivisht shumë të indinjuar nga rreth qeverisë edhe komunës, sepse ata kur fare interesi nuk kanë shpreh për me ardhur me shpall muze edhe me restauru, sepse na kemi shumë kërkesa për shkak se shumë studentë çdo anë të botës ka pas pej Kanade, pej Austrie, pej Azie, pej Amerike, pej Kine, pej Japonie, pej ka mosit domon janë ardhur dhe kanë vizituar dhe kanë shpreh dëshire me dëgju historinë shtëpi shkollë dhe shumë herë pyetja pa pse nuk është restauruar, pse nuk është shpall muze, edhe kështu që kjo histori shtëpi shkollë kanë ardhur studenta edhe të Zvicrës, të Slovenisë, Holandës, edhe një shtet nuk e di që e kanë marrë edhe si temë diplomës për fakultet. Domthonë kjo është një histori që na e kena shteti jonë pe përbuzë dhe pe anashkallan, pe shkatran, e studentat e jashtë domthonë pe ngritin në atë nivelin qysh është si shtëpi shkollë. Po, në 26 vite. Pa konfezim, kur far konfezimi, as pe qeverisë, as pe komunës nuk kam. Që 25 vite une e luaj rolin e Ciceronës edhe e tregoj historinë e shtëpisë shkollë. Normal që çdo histori e ka atë mbështetjen e vet, mirë po une si familje jam krenare për historinë e shtëpisë shkollë dhe kështu që nuk e kam fort dert edhe që s'kam mbështetje, sepse gjithkush e din rolin e shtëpisë shkollës, çka ka bë, edhe sot gjenerata janë dalë edhe vinë mas shumë të vje keqardhje për shkak që vinë edhe vizitojnë edhe shohin këtë gjendje të mjerueshme. Mu mas shumë të më provokon zgjedhja problemit me shpall me restaurue, edhe me shpall muze edhe me bë atë restaurimin që të
shumë edhe ish nxonca kanë shpreh dëshirë me u bë një fondacion për mo qele edhe me orë mo bë mirë, po deri me tash nuk e di çfarë konflikti kanë edhe nuk kem pas asnjë lëvizje më të voglën. Jenë ardhi ministria mi qit do pika, i ka rraf që 10 vjet, i vinë vetë qesin pika edhe është mu më duke një farë si loj hajgare edhe kështu që mo nuk interesu, kështu që por ka ona jo na si familja na ja kena plotsu kushtet, i kena thonë hajde jo qysh doni e bani vetëm shpallna, edhe se kem pas shumë sidomos verës kem shumë vizitor, shumë. Mo vinë ata që e kanë mësu në shtëpi shkolle i bimë gruën e fëmijën, vinë e bimë burrën e fëmijën edhe veç me po historinë. Mirë po deri me sot qysh peshin edhe vetë. Kjo është pe vitit 99 që gjendja dhe asgjë s'ka ndryshuar. Kjo është një foto e cila vitet e para ka qenë lënda informatikës e cila është mojt mësim vetëm me shkrim. Baba ka shpreh dëshirën edhe i ka ble kompjuterat e para atëherë nxoncave dhe kjo është një prej dhomave që nxoncat kanë pas praktike çdo ditë ka 2 orë, 1 orë i kanë majt. Kjo është një dhomë e cila ku folat viteve të para domthon kështu nxoncat kanë mësue viteve të para, domthon deri në vitin 1994 është konë kështu, edhe baba dikuna e mori iniciativë dhe domthon për 3 muaj ditë pej vitit 94 deri në 99 domthon janë bë bankat edhe domthon na e kena llogaritë që po alën po edhe pa shkak të rrezikshmërisë nxoncave nuk kena guxu fort me lëviz mirë, po tanaj me ndihmën e Zotit mas pore edhe njerëzve domthon e të kaluam aton edhe ngjitëm edhe bankat derisa përfundoi krejt. Kjo është një fotografi atje në Prishtinë që i mojnë këto nxonca që kanë mojt ato shfaqje teatrale kështu orë domthon mësimore për kulturë, muzikore që si kom. Këtu i kena demonstrata domthon për nxonc që i kanë debu me dhunë, e kem këtë demolimin e gjimnazit, domthon kur kena lëshu krejt, domthon janë këtu demolimet e shkollës Sami Frashi. Këtu janë protestat e studentëve dhe nxoncave për shkak të përjashtimit të mospranimit programeve të serbisë. Edhe ajo është një pjesë e gjimnazit e cila është shkatruar prej forcave serbe. Kjo është helmimi atëherë mase viteve 89 që ka qenë një ndër helmimet masive tragjike për Kosovën që ka pas edhe viktima. Domthon edhe kemi atë pjesën atë, domthon këtu janë nxoncat të shkollës mesme. Kjo është gjithashtu një fotografi atje në kampin në Prishtinë të bo se lojna me fëmijë të parashkollor dhe fillor. Kjo është dhomë e kpucave. Është një dhomë e kpucave, domthon kpucat që i kanë lënë nxoncat kur kanë ardhur. Edhe para Covidit është mojt një shfaqje teatrale të kujtojmë, mos të harrojmë pej artistave të ri, edhe këto janë kpucat e nxoncave të cilët i kanë pru edhe janë metë kështu e kanë bërë një provizion për shkak të shfaqjes teatrale. Domthon kjo është dhomë e kpuca dhe këto kpuca janë bërë improvizim që ka qenë dhomë e kpuca. Gjithashtu kemi edhe këtë është domthon kjo hymja e cila nxoncat kanë ardhur për me hi në shkollë. Edhe kjo ka qenë një banjë e cila e kanë shfrytzuar nxoncat, këtu kanë qenë demonstratat për NATO-n e këtu. Domthon këtu kanë qenë klasë. Kjo ka qenë një klasë e cila me e vogla ka qenë domthon. Edhe kjo është një klasë e cila domthon kjo bank i ka mbijetue luftës edhe kjo drasë. Domthon shihen plumat kur kanë ardhur edhe kur kanë gju, domthon kjo i ka mbijetu flakës, gjithashtu edhe kjo ka qenë këto bankat të cilat i kanë marrue. Domthon zemja ka qenë edhe me naftë edhe me dru, edhe ka qenë në parket, domthon kjo pjesa ka qenë krejt e drum, domthon sikur sot që i marrujnë shtëpiat, nëpër lodhe domthon kjo ka qenë shumë e ndërtuar, domthon nuk ka pas, domthon u kon krejt peri, kushteve tanat i ka pas, domthon këto kanë mojt edhe shfaqje teatrale, kanë mojt edhe mbrëmjet maturës. Domthon atëre ka qenë edhe mbrëmja maturës që është mojt në dhomën aty në sallon e kuzhinës që në ato dikon 47 nxonca i kanë. Që veç mos me ndje mungesën, po domthon gjithçka ata veç po unë më me cik që kanë qenë një ndër nxoncat që sot s'ma merr mendja që kanë shkolla, si kanë shumë të urtë, shumë disiplinuar, shumë i kanë mësuar shumë rrallë ke pas dësh ose nesh me një dikon po krit pesë domthon se ja kanë ditë vlerën, ja kanë ditë edhe domthon ata kur unë më kujtohet dita e parë e shkollës kur u kanë këtë
shumë ka qenë një ditë emocionuese sepse në fytyrat e tyne u vreshte një farë gëzimi, një farë emocioni, sepse ata unë e mot vllove aty kur e kanë qitë pi shkolla, ai u kanë shumë i dëshpëruar, domthon kanë herë kur vishin në shkollë, unë thosha këta po mendojnë që s'ka as policia as se vishin. Po domthon në mënyrë me çanta aty po është dash fletore të mishti sepse ka përsy nëpër punkte shumë policore, se domthon çdo 100 metra ke pas punkte policore këtë. Edhe kanë ndodhur që i kanë dalë edhe i kanë thënë edhe herë nxojmë, kena me tash fletore me hangar, domthon kanë pas po interesant kur nuk e kanë shfaqur atë farë brengën, atë farë mërzitën ose atë pasigurinë, atë farë aty veç domthon kanë ecë edhe domthon tek masane kanë kallzuar, ma ka bëu çështë edhe profesora gjithashtu kanë marrë pshefat dhunën psiqike edhe kur njët ata nuk kanë thonë atë që kanë maltretuar, po kur janë orë këtë e kanë dhënë atë kontributin jashtëzakonisht të madh dhe domthon na u familiarizuam me ta, domthon ata kanë qenë familja jem që unë për vetë çtunë edhe diellën s'di çu kum ka përsyetur që në gjumë, se isha mësuar me ta për shembull dhe kanë pas ata derën qel për gjithçka që tregova, si për smuj, si për me humb diçka sikur më untue ose diçka, ata kanë pas derën që jo vetëm për me mësue me nis përpara, po edhe për shumë gjëra të tjera elementare, se domthon ata na kanë ndokë sikur familje, sikur familje e madhe dhe kështu që me të vërtetë ato 9 vite që jena konë me ta, kena esë për qështojnë për mrekulli edhe falë Zotit se pandimin e ti sens kishë mujtë me bo, po aj mas pari ati do t'i falenderona shumë që na kanë brojt edhe kena pas ato në domon jena nis me emër tina edhe me ta dhe domon kena triumfu për çdo situatë që kena pas të rrezikshme edhe me 7 prill forcat policore e kallin shtëpinë shkollë domthon. Ka qenë një luftë jashtëzakonisht e madhe, edhe ka qenë një luftë e madhe shumë sepse kena luftuar. Po, kena luftuar këtë. Edhe dikon 8 polici kena vrarë, edhe domthon ata kur e ponë që po humbin edhe ta i nën me tenga, po na është duf me zbrapse edhe kena pas refugjat, domthon kur mshel shtëpia shkollë, domthon për shkak mos rrezikimit të nxënësave, domthon kjo ta është fshizuar edhe për refugjat. Kena lëshu edhe domthon kena pas refugjat pionës drejnisës shumë, edhe domthon i kena hiq nëpër banka, nëpër atë klasë sa është dashur edhe e kena lëshu edhe kanë nejt deri me 7 prill në ora 9 është dashur me shu edhe me ik sepse ka qenë jashtëzakonisht një luftë e paparë. Mirë po falë Zotit, na si familje, na s'kena pas viktima, edhe na u ka dhënë kjo shumë. Kështu që na si familje, kur jena kthy prej lufte dhe kena bë kërkesa dhe kena hasë, kur thojmë, veshur, edhe na e kena bë atë renovimin për mos marrë det e shkatrimit total i saj. Jena betu edhe babës edhe mizës që çdo gjenerat e cila shkon edhe jetë ka me përcjell këtë shtëpi shkollë edhe nuk ka mu prish, edhe nëse asnjë cent nuk hihet në këtë shtëpi. Domthon kështu do të jetë. Nuk do të shkatërrohet sepse përveç se që është një histori e cila ka bë buj shumë, jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë Kosovës, edhe nëpër Evropën, nëpër botë, edhe nëpër vende skandinavive. Unë për veti gjithëherë ku bo apel për me restauru, për me shpall muze, sepse ja vlen si histori edhe si shtëpi shkollë, edhe është një histori e cila me dekada nuk do të harrohet, edhe ja vlen edhe libra me shkru për to, edhe është një histori e cila unë shumë herë bëj apel për mi pru nxënësat sepse sot po shihim shumë nxënësat që kanë marrë rrugë të këqija, nuk janë të interesuar për mësim sikur ata që kanë mësu në kohën e luftës, edhe kom thonë ju lutem që e janë vizitoni, se ndoshta kjo histori shtëpi shkollë shërben për dekanin edhe domon motiv për me ecë përpara e jo më ecë mbrapa dhe me ecë përpara me realizu dëshirën e vet, sepse unë shumë herë kur kom tregu kom thonë ata nxënësat nuk kanë ardhur sikur ju sot që vini me çanta në shkollë, po ata është dashur me hi udhë çfarë së kokë për me ju ik
punkte policore për me arë që të edhe me ecë për para që sot janë kemi kryeministra, kemi ministra, kemi deputet, doktora, inxhiniera, biznismena, VIP, po, pe këty që kanë dalë, domthon kemi emra të shumë të njohur që janë këngëtarë, arkitekta, domthon VIP, edhe kështu që unë bëj apel edhe gjithku me bëj apel që unë dëshira jem është që mu restauru edhe mu shpall muze. Unë shumë edhe institucione, ju këmë thonë, leni i natit, leni ato politikat, unë kisha dosh se kjo nuk është histori që është për inate politike, është për inate për pazara, diçka, po është histori e krejtve, e popullit edhe ja vlen me restauru, ja vlen me shpall muze, sepse është i vetmi monument i shtëpisë shkollë që ka mbetë në krejt Kosovën. Domthon një shtëpi që ka një bagazh jashtëzakonisht madh për me tregu se si është ecë historia e shtëpisë shkollë viteve 91 deri në 99.